3 persona janë arrestuar, ndërsa 5 të tjerë, përfshirë edhe presidentin e Laçit Pashklaska, priten të ndiqen penalisht pas dhunës që u ushtruan ndaj gjyqtarit Lorenz Jemini. Lajmi është konfirmuar gjatë analizës urgjente të Komisionit Kombëtar kundër dhunës në sport, pjesë e cilit është edhe drejtori i përgjithshëm i policisë Hysni Burgaj. Ky i fundit ka deklaruar se edhe policia e Kurbinit nuk do t'i shpëtojnë dëshkimeve për këtë skandal. Ndërkohë Komisioni kundër dhunës ka rekomanduar ashpërsimin e luftës kundër këtij fenomeni me ndryshimin e ligjit për sportet. Ndryshimin e legjislacionit duke ashpërsuar kodin ligjor për të gjithë ato që prodhojnë dhunën të jenë precedent penal. Komisioneve disiplinore i rekomandohet të dalë me ndëshkime konkrete. Organet kompetente të evidentojnë dhe të vënë para përgjegjësisë ligjore frymëzuesit dhe shkaktarët e dhunës. Zëvendës ministri i sporteve ka deklaruar se shumë shpejt në të gjitha stadiumet e Superligës, por edhe të kategorisë së parë, do të vendosen kamera, ndërsa monitorimi do të bëhet si nga policia, ashtu dhe nga Federata Shqiptare e Futbollit.